Zjarit I gjet mu në vatër, kafsha që ka katër këmbë, a dyshim s'ka dy pëllëmbë. Një spiritet të ndërës, mbi gjësendi kur s'ka farë, atë herën kur bën grotë, trupi nuk ndihen të ftohtë. Se e marta u mbarua, e mërkura u fillua, Ç'është më e bukur në jetë, fikët plumba po shigjet, ti njeri do robërinë, atë herza shkelirinë, atë qumë është apo dhallë, Gomarica vjen vërdallë. Silnitarën shpejt o trima, shkulla goshtën mbeti vrima. Bandi, bandi, kandi, randi, rofte qoftë zullu landi, ato qumë është apo dhallë, Gomarica vjen vërdallë. Bandi, bandi, kandi, randi, rofte qoftë zullu landi. Mirëmbrëma, dashur miq, mirëmbrëma të gjithë ju miq që na ndiqni drejt për së drejti nga ekrani I televizionit kombëtar Vision Plus. Ja të kemi në teatrin e humorit, në teatrin e Al Pazar. Shumë të lumtur sonte Goni, jemi në mes të prillit, por sonte përkon edhe me një mbrëmje shumë të bukur për të gjithë besimtarët ortodoks. Pas pak orësh është ngjallja e Krishtit që përkon pra me festën e bukur të Pashkës. Dhe gëzuar Pashkë. Gëzuar këdo. Mi që çdo të mirë sigurisht, por mbi gjithçka shëndet. Ajo është shumë e rëndësishme. Bravo Inger, më pëlqeve me këtë lloj fillimi. Është mirë që le të themi gëzuar në fillim, pse të presim vetëm fundin e shfaqjes. Mirë, Goni, po jam entuziaste se ka qenë edhe një javë shumë e bukur. Ashtu është, me ngjarje historie, po, ashtu është shumë të drejtë. Edhe fikse, disi më duket që kur u shpall vjosa par kombëtar, duket sikur çdo ditë rrjedh ashtu si ai lumi I vjosës, herë rrëmbyer, herë qet, me ato shushurimën edhe tingujt e bukur të natyrës që duket sikur si simfoni. Ka përcolla dhe ty atë që mendoj. Çaj ke? Ç'është kjo poezi mo Inger? Çoj të poezia, më ç'është kjo vjosa par kombëtar, me atë shushurimën, tamam si një simfoni natyre. Po në mund të thuash njerëzve, vëllezër dhe motra, është kënaqësi e madhe, që brenda një viti ne do të vendosim një standard të jashtëzakonshëm, 10.000 euro në vit të ardhurat për frym. Ky është rezultat, kjo është ngjarje. Nuk e dëgjova babagjyshin në një prillit. Edhe njerëz se nuk e dëgjova mirë. Të ardhurat për frym brenda vitit, deri në fund të vitit do të jenë 10.000 euro për frym. Je katër vetëm familje, 40.000 euro. Babagjyshi një prillit. Po kjo është e mrekullueshme. Mrekullueshme është normale. Si u shokove? Wow, Goni u shokova. Fare, nuk e prisja, më falë se nuk e kam dëgjuar si kisha parë. Gabimja, kjo është që nuk do t'i informohesh. Qa thua, more? Po, 10.000 euro. 10.000 euro për frym. Kjo fantastike, mua s'më bëhet show më sonte. Ja, show. Show. Shfaqja, Lori, jo show. Se përveç të tjera vajqume nga trosh të thuash të flasë dhe shqip. Wow, Goni, këtë vit tani shpejt do bëhet kjo? Si, tani këtë vit. 10.000 euro për frym? 10.000 euro deri në fund vitit, 10.000 euro për frym. Është, qa të them... O, Gona, e kupton? E ku jo? është fantastike, ua, si qa venduar. Se shumë hypi një val gjaku, kështu tani në trup. Ashtu hypi, ashtu është. Më lërë ta shjoj. është fantastike, nuk e kisha venduar. 5 litrosh ujë, taftofin vajzën se mori flak. Tani, mos fol kështu të lutem. Pse bësh pesimist? Pse bësh pesimist? Është që shpilajmë. Po qa do marri, deri në fund fare kush e di si që ka marri gjithu si taj. Çfarë do marrin të tjerë do marri dhe ai lesh do marri. Kështu si premtojnë politikanët. Të lutem tani, mos na fush kështu pesimizëm se duket sikur intimidojmë ata që na ndjekin se mos të votojnë pastaj ata që duan. Lërni njerëzit. Ç'është kjo intimidim? Mos të intimidojmë, mos të friksojmë, mos të. Po nuk e thua dot shqip Inger. Po më intimidojnë. Inger, se nuk duroj dot të folur me anglizma, sepse e kemi bërë këtë gjuhën tonë kur të mbrim 10.000 euro për frym. Do kemi aftësinë të përdorim vetëm 50% të fjalëve shqip. Se kemi qarë me anglizma, jo Inger, vetëm shqip, kudo, në shtëpi, në rrugë, në autobus. Ke pa në autobus? No smoking shkruani. Po jo morë zotëri, shkruaj fjalën e bukur shqip. Ndalohet pirja e duhanit. Gjithandej në institucione, në shkolla, shqip. Kështu Inger, ç'është kjo thua, intimidim, frikësim.
Pra ti kërkon ti friksosh. Ja tani u bëra në një farë mënyrë se mos u thua dhe nxënësve mos tet kështu dhe me nxënësit. Jo, Goni, jo, unë jam një natyrë diskrete, ti e di dhe unë e tregoj me nxënësit ato backgroundin tim në mënyrën e duhur, pa merak. Abra, po fol shqip, po të them, ç'është kjo diskrete që më thua? Po, kon tani se mua s'më vjen as fjala shqip, po diskrete, si ta them, e matur, po është nga latinika. Po pse më thua që unë jam e matur, kupton apo edhe ç'është kjo backgroundi? Çfarë do të thuash me background? Backgroundi do të thonë si ta shpjegoj Morgoni se nuk më vjen në shqip, Morgoni background, do të thonë gjithë ato e kaluara ime, gjithë ato pasuria ime. Background e kaluara. Diskrete, matur. Edhe ti je një burr i fuqishëm dhe diskret, babi. Se po më shërton ai shumë sot për... Po të flasim shqip, sepse është një nga shtyllat themeltare të identitetit tonë kombëtar, Inger. Ka më bukur se sa shqip. Më pëlqen që ta përqafoj dhe ta udhëheqim edhe ne vetë si Alpazar, sepse kryeministra Meloni e nxori e bëri ligj. Kush në Itali flet anglizma në institucione shtetërore dënohet nga 5.000 dhe 100.000 euro. Tani ne këtu nuk do vim se nuk do të prish ato 10.000 euro. Do arrim deri në fund asaj, po ama kemi gjithë të drejtën të flasim shqip. Të themi i duam shumë dhe ne në çdo javë sillim të qeshurën. Tani do më shkosh tek nxënësit. Dhe duhet që of course sot. Po. Padashje. Do you understand me? Yes, of course. Ja, direkt del. Ti më kupton mua? Pra do të flasësh shqip nxënësve. E të shikojmë se si do jenë nxënësit. Okej? Ja, okej, direkt. E ndjekim. Let's go, thot. Let's go. Hajde shkojmë pra. E ndjekim. Mara në shkrapar. Urdhro. Hajde Po ti më dha, një sekond ti se po flas. Çapët ky tipi erdhi dje me vones. Qa patris të doli gjumi, a? Jo, u zgjuan eri qdo di, po në fakt me vënoj mami se me zi u zgjuan nga gjumi. Ka sot për vetë. Me gjithve nga zgjon mami nga gjumi, kënë si zgjon mami. Fol për veti tjero, se mua për veti me zgjon Irakliu. Irakliu apo komshiu aty? Jo, gjeli im. E gjeli? Iraklie ka e. Ndetje klasa. Mund të uleni, faleminderit. Faleminderit juve. Përpara se të filloj ligjëratën, dua t'ju parashtroj një fakt nihilist në adresë të koordinatave të mia lingvistika. Që thët? Ne nuk i di mirë këto gjëra, sa kanë ardhur nga Greqia, si sa është di mirë. Po se nuk të pyeti njëri ty. Që thët? Makaronat linguini. Që? Makaronat që janë si spageti, po si janë spageti. Ja, nuk besoj se është ka që thjeshme. A e përmendi koordinatat, në duket ka të bëj me fushatën, se në fushatë përmendet shpesh koordinata. Ju lutem qetësi dhe më dëgjoni me shumë vëmendje, sepse unë jam vërtet e shqetësuar, besoj e kuptoni. Tani, disa anonim të anonimatit në administratën shtetërore më akuzojnë mua, zyshën tuaj, akademikën gjuhësorit të lauruar në mënyrë hipotetike se në vokabularin dhe lingvistikën time të ponderuar, unë citoj dhe disponoj fjalë të huaja që rrjedhimisht janë të pakuptueshme nga ana juaj në komunikimin me nxënësit, pra në kuptimin verbal, enciklopedik, ortografik dhe fonetik. Që thote? Që ka shumë serioze situata. Duket se pëndahet nga burri. Po i pas kanë quar një letër anonime që i thonë që zysha që ka lidhur me një akademik gjusor i përmendi dhe emrin Laruar, se që përmendi i gjatë. Mos e kam bje emrin ashtë. Nuk e di, po serioze çështja, shumë. Kam përshtypjen e ka për atë skanerin ortografik, a i skaneri ka bërë mamin për veshkat. Ore, në farë, një jemi të trasha po qëfar. Zysha po thot që një person anonim në administrat e akuzon se Zysha flet gjatë shpjegimit të mësimit fjalë të huaja. E kupton? Po e kuptove Zysha folim bajtë gjitha të fjallim, ka shpak sa. Po, pra? Jo, unë thjesht bëra një përmbledhje të shkurtër definitive pa nxjerr nga konotacioni.
Qa do me thënë definitive, re Malaka? Televizor, haj definitiv, janë ata që janë kështu si pek. O, Jani, po mos u bëj trash definitive do të thot përfundimtare. Kurse konotacion, duket është salse. Kam gjuar shpesh me ma bëj një spageti me konotacion. Si që kam përshtypjen që konotacioni është një lloj pije me kanaçe? O, Jana, mos u bëj trash. Konotacioni referohet implikimeve dhe shoqërimeve që mbart në fjalë në kuptimin e saj pa nxjerr nga konotacioni. O jepi qikujat, jepi qik se o tha fare, jepi. Edhe më thot babi mua, mos mëso se të bësh budalla, o budalla. Nuk e të gjoju, një kështë ti. Merë, për zotin, po bëhet shqipja më e vështirë se matematika, unë s'pej marrë vesh asnjë gjë. Zisa, mund na i bësh më sklirot, na i shpjegosh pak më mirë këtë, më sklirot. Ti marrin vesh për vetë. Më thjesht. Duhet ta kuptoni se jam në një pozicion shumë të vështirë, ndihem shumë keq vërtet, por mbi të gjitha jam e indinjuar, shumë e indinjuar dhe insistoj se akuzat që po vinë kashimeje nga njerëz që nuk janë absolutisht adapt për këtë punë. Konkluzioni konsiston në eveniment fals që unë duhet të evitoj, jo t'i frekuentoj për të mos e komplikuar absolutisht kualitetin maksimal në mësimdhënie edhe diskursin në raport me ju. Qa thot? Nuk e di se vjen të drejtën asu se kuptova këtë. Haq di. Më duket se do na bëj kurs me lek prap lek. Ue, na grin nga lekët po na bën kurs. Jo, unë nuk e shkoj gjallë në botë. Jo, më mbaron gjithë lekët të shtëpisë. Jo. E di çfarë po thot? Thot që rrogat në Amerikë janë më të larta se në Shqipëri. Po ti folër e file që Zisa është duke folur aglika. Thasë edhe unë kur u bestesua ka s'kum skipja. Qa po flet ty shamo? Aglika. Qa është aglika? Qa është anglikat? Aglika, aglist. Aglist, Edhe më tha mami, mëso anglisht, ori se do duhet për jetën. Veshtja, urdhro, tash i rrim këtu, hapim sytë Po që do anglisht e po flasim shqip këtu e s'po merremi vesh dhe flasim anglisht. Tani unë dua t'ju vë në djeni se në amalgamun e shprehjeve autentike shqipe, ndërthurë e natyrshme në mënyrë të njëtrajtshme, shprehje frazeologjike dhe aksioma që e bëjnë ligjëratën time tepër personale, të personifikuar, të sa më inkandeshente, aq edhe variable në rrethanat, konglomerate mund të them të subkonsciencës imediate të qenies dhe të parapëlqimit maksimalisht të superpëlqyer. Zuri, të vetëm Pas ka fund. Që nuk është mirë dysha. Merë. Do të kaluar temperaturët e lartë. Qa thot të gjenë sa? Unë deri me i farpike ndoqa, deri të duat ju vëndjeni, pasaj humba fizin fare, nuk. Mua më ka për nesër sa tha subkonsciencë, se Po për qa është kjo subkonsciencë, qa është kjo? Të them të drejtën të ligjëratën e fundit asun vetë nuk e kuptova. Are, file, sa vështirë kjo ka kjo skipja, shumë e vështirë. Po ti ko që erdhe, më mi që në Pra, se ndoshta nuk jam e qartë, të jem pak më e qartë. Me qartë. Lutem, zyrë na bëjë lutem. Duke qenë se unë kam një mënyrë tepër fine në komunikim, Fine, sa më duket se të luajmë spathi, sa fine. Ma akuzojnë mua që unë jam deficitare në mësimdhënie, kur unë thjesht dua që të kem një marrëdhënie sa më fani me njëri tjetrin. Fani, letra. Po, spathi. Jo, çfarë do kesh deficit. E kuptova. Gjithsesi, ka lek borxh. Ka lek borxh. Ka deficitare pra, mëzore deficit. Ka lek borxh. Po jo, më zdysha ka qita të rogë pas ka lek borxh, tash mos bëjmë budallej, tani mos flasim kot. Gjithsesi, nxënës së dashur, unë do të tregoj që rrjedh nga një familje kulturisht e kulturuar dhe prandaj gjuhën shqipe, simbolin e gjuhëve indo-europiane, kam të stamposur në gen. Besoj më kuptuat. Geni, më duket të është ai kameramani, Geni. E vështirë zysha, vetëm ti mund ta kuptosh se çfarë thua, po Më kuptuat, besoj, jo? Të kuptuam. Po. Shumë e qartë, e saktë e qartë. Okej, Jona, çfarë thash atëherë? Aha, zysha, ti the që në qoftë se ke 100.000 euro në bank, jetohet më mirë në Shqipëri se sa në Gjermani. Shok dhe dhe bigjohë. Qa Maria ka Marie, shkoti? Qka për vakija, i vra? Qka për vakija, po unë jë bigjo kama, i vra. Bezit kemi, bigjo. Dëgjo,
Apo ti thet na bëjnë i bërcoll, do në i bërcoll. Jo, ero, jo. Se mos do në i zok puleskar. Se ta bëj. Eroitur. Po pse ka broitur, ore? Në mëngjes do ham mish. O, bigjo nuri sa tëme, topi bame ti sotrame, ricochetto la marina, e ke plakën gjeraqinë, bigjo. Ja të baka vedha, edha. E po ke parë kështu ti. Qeqos. I ka nikur pëllumba nga kafazi, i shikon... Ore, bigjo vlaj. Bigjo. Bua, bigjo. Jetë gjove ramën prëm. Sa bukur që foli qëra ta, ba. Nuk e gjova qëte. Ramua. Jetë gjove prëm, sa bukur foli. E pas kam gjuar ta ma. Ore, mos doje të e doktore the rama, i vra. Shkaktor bëzëgoja, ramua. E pesa i griti rogat, pensionet. Na friu gjepat, i vra. S'kemi që t'i bëjmë gjithë të leka, i vra. Ore, qeqo. Bigjo. Mos po më bënë i kamerë të fsheta, i vra. E po që qeqo t'lavdron dhe komandantin e babos, si shpare si gjoha në një. Po ta lavdroj, ore, bigjo vlaj, ta lavdroj se e meriton. E meriton se e kam bërë Shqiprin lule, e kam bërë. Po si, s'paku për bën drejtësi, korupcioni ka rëmë për tokë, s'ka më korupcion. E ke para të Erion Velin, që ka bërë ati në Tiranë, ore, bigjo vlaj. E ke para se që ka bërë. 10 milion PM ka mjellur, e ka bërë Tiranën pill. Ore, nuk duket fare, beton s'duket fare, vetëm pyll është të them. Ashtu. Ore, qeqo. Ore. Po ti të ridjethoja i që këta janë hajdute. Janë të korruptuare. Jo. E ja komuniste. Komunist? Po psere, ure ty që kemi qënë? Ore që kemi qënë e dy? Komunista kemi qënë. Doktori, ore, që ka qënë doktori? Komunist ka qënë. Po qënë kemi të gjithë. Po rria, se unë të vete shpi kap tesere e partiz akoma, po leta një, të tregon ka... Ke teze në shpi? Po akoma e kap tesere, pëse që është kujtopi. Ron tezja ti. Teseren. Jam komunist, ore, komunist kam qënë. Po leta ka një. Qeqo! Qeqo Mauria. Do ta qoj doktori, e do të thot, do të pejnë në grad, atë gjone... Nuk do hishma në pëdë. Po që doktor bëzërëgoja, doktori u plak në shtiraj, të ikit bëjnoj dorë domino ande me atë fatosnano, naq, maroj doktori. Po i ke parë këta, more bigjo vlaj, i ke parë, po këta se eqin belin nga dora, more... Prite noj ditë kur na vi këtu në fshatë të punojnë atë, baqen e babos. E kam vëndre edhe u. Shumë e dredhin belin, shumë e dredhin. E dredhin belin, po si. Po me që po shiko ju, ty miqët ka nikur pullumba, po të pas kanë dhjerë dhe ka fazin a jura. Po që të. Që na shi... U bëdhe vap. I vrasë na plake, Gjo këtu. Je miro, qeqo. Mos ke në një temperatur, ano një gjë, ano një harë. Jo, mor bigjo, jo, mos i top zigji jam. Tani që më futi djale në punë, babua jam, lëmë o zotë roja. Bëri babua, bëri... Më futi djale në punë, ore, nuk e diti. Djale në punë, më futi gatë më sëtë. Lëmë o zotë roja, ta i shke. Marë. Jo shodit. Ajde të keqen, ajde. Në mëngjes pak dhira mira, takova babo Florina. Të pim kafe dhe rakin. Ullu të keqen, do të pjek një kafe. Për merak do të të pjek. Babo, qushje, mirë. Mirë, bisho, mirë. Ore, qka ky bajanaku të? I ka këthyër dhe në kastani y. Gjonë, lavdron kumandantin të. Po si? Shtoa. E kur e ktheu Rufjani, pa t'je drodhje. E s'ka faja i, jo, se i futa djali në punë, gjone, e në ashtim rina mra pas i shilek manar. Qyshta hajmur, e ke bajana, ha mund, tho. E shtoa, I futa djali në punë, të thëmë, i futa djali në punë. Po. E s'kish bërë vaki të si dhe qequa kështu, po them, s'kish bërë vaki. Ore, babo, mo i ke bërë magjia i bra. E qma gjithua, që ta me bërë, qma gjithua. E di që... Ju di sa djali në punë, po të thëmë, djali në futa në punë. E mora. Gjo. I lëm të mua pete, t'kam rigja. Mi. Ja marim këngës. E shtua bigjo ma vrja ma të keqen. E ku e kam mënjen për këngun? Si? U kam halin e qeqo so po kë.
Kam hallin e Qeços qysh dhe ja bëjnë ashti. Se ka 3 ditë që është kthyer këthe nga partia jone, po flet mirë për kumandantin. Po do flasë, qysh do flasë mirë për kumandantin, se e meriton kumandanti. E meriton se thot lape me mën, edhe rogat na i rriti, edhe pensionet i rriti. Do ti, Qeço, o do e maqë atje ku je me atë doktorin tënë, ose ndryshe do ta heq djalin nga puna, dëgjova thuaj. E shpata e vra, shmis pickoj, shtash unë. E që shmis më pickoj? O shke? Po të kthene që dhe ti këtej, me kër do bëj gërgëru, në? Me kër do gërnjepse. Me kër. Babo. Urda. Gregotër. Faleminderit që ma futet djalë në punë. Po të ta them se s'ma mamë gjani, nuk ma mamë. Thoj, Qeço, thoj. O, pa të kam dhjerë në Partinë Socialiste, kush e ka bërë Partinë Socialiste? Hajde këzuar. Ja, këzuar. Mua shejtani. Po, edhe në kumandantë po, kam bët ju të flisni. Po, Lena, baba tani më na tregot ti, o bët ju. Partinë ndyrjeni. Pa i kërtu ti tani. Rëf tani Berisa. Ju va ka bërë mirë, ja një beu. Ju va ka bërë mirë, ju Ore, mos pa më lejnë kjo qëndë, mua pa më bëjmë vesh. Jo, mërë biqovla, jo. Lejnë këta, Ramos e vrarë, e dim zakonin e babës. A qa tregon. E po jo më shumë na ju të Alibeu, dëgjova thuaj. Parto tja se nuk jam i Alibeu, s'jam i Alibeu, Ti e, Alibeu është ju, ju pastori. Ju, ta marrë, Mos Suzini, e vra. Po Suzini se nga troj me qëndë. Jo në, kujte se më lejnë qëndë. E kam mëndir ande, pastaj. Po ja, kësi qënë bëra, e vra. O dhja ma i me kënge. Ha, e vra. Këngë, biqo, që këngë. Se ka djalin e punë. Hajde me rja këngë, se babo. Ata këngë, kësë dia unë të këndonjë. E një këngë, o babo, se më je bërë edhe në gjumë, më je bërë të. Më ke mëngua shpirë, them drejtë. Jep, Qeço mu bëre në gjumë dhe gjane, o Qeço. Qeço mu bëre në gjumë, gjane dhe o Qeço. Gjane dhe o Qeço. E si kuru ktheve nga unë, gjane dhe o Qeço. Si kuru ktheve nga unë, gjane dhe o Qeço. Gjane dhe o Qeço. Ja gëzua Qeço. O babo ju bën gjaunë, gjane, o babo. Po Qeço të na haqë munë, gjane dhe o Qeço. Ti edhe pa kalotet, Dale se po mlej qënë. Dale se po mlej qënë. Mirëmbrëma të gjithëve. Mirëmbrëma publik i dashur që po na ndiqni nga ekrani në këto momente. Ja ku jemi në Big Smedina Show, në show më të famshëm në planet. Sidorella, mirëmbrëma, faleminderit që je sonte me mua. Jemi afër finales Big Smedina Show edhe i çmendur i madh tani nuk dim se si ta menaxhoj këtë show gigantesk. Edhe unë e kuptoj shumë se na kanë ardhur shumë mesazhe nga ju të cilët na kërkoni që ta shtym këtë program, por atë e di çmendur i madh dhe ka ardhur një moment tani që kur do të mbaroj? Po, ku do të shkojmë ne po mbaroj? Ku do të shkojmë ne jemi bërë si ata të droguarit. E kupton ti, kemi marrë dozën tani edhe na zbër në ves. Nuk e lëm dot, nuk lim dot pa të. Shumë e vërtet, ne kemi thyer rekord shikueshmërie me 22 miliard like, 1 miliard share, 80 miliard views, 62 miliard komente dhe 800 milion story! Shumë faleminderit nga zemra për mbështetjen e madhe që na keni dhënë dhe për mbështetjen që ju jepni të çmendur tan duke i para ta 24 në 24. Është e tmerrsme Berbana, na kanë bërë
Luani edhe Jara na kanë bërë të harrojmë Hamletin dhe Ofelin, Romeun dhe Zuljetën, Ana dhe Vronski, kupton? Do më thënë, as të parparjan, as si ku e smuri kemi, sa që kemi harruar ata dhe jemi bërë njësë me të smundurit tanë. E di, si Dorela, të gjithë këta që përmendit ti janë pjesë e përpushën, por jam shumë e bindur që do t'i kemi ata në Big Shmendina 3, sigurisht. Jo, zemër, këto janë personazhet e letërsisë botërore. Kemi Shakespearein që ka krijuar këto dy vepra, Romeo dhe Zuljeta, Hamleti. Po tani o si Dorela. I kemi harruar, por po ku kam? Nuk mund të lë pa i përmendur. Po pun ko tani të lexoj kadaren, e ke seriozisht, më duhet të ndjek 24 e 24 të çmendurit tan. Ua! Shmë kujtove kadaren. Më i ronke? Po si s'ronë, në janar festoj 24 vjetorin. Ua, çfarë dinamikash do të prodhonte, po të kishte qenë pjesë e Big Shmendina 3. Patjetër duhet t'i bëjmë një ftesë. Sigurisht. E drejt, në fakt, e di se do bëje më i famshëm, po të vinte këtu biles do shkruante edhe librin e tij të dytë, Këstjella 2, këtu brenda. Wow, çfarë dinamika, çfarë emocione. O, Storel, të lutem tani se na shpërndave. Le t'i kthehemi në mbrëmjen së sotme. Ua, kanë kaluar 7 minuta dhe nuk kemi bërë asnjë shkëputje publicitare. Ua, sa mirë nuk kujtove se do unë mezi po e mbaj. Shkojmë për një shkëputje të shkurtër publicitare, kthehemi pas pak. Qëndroni besnik të këtij show gjigant, unë pa humbur kohë sigurisht dua të shkoj të përshëndetem në çmendin me të çmendurit tan. Ju lutem regjia më mundsoni lidhjen me çmendinën. Sigurohem që dëgjojmë. Të çmendur! Si u kam, si jeni? Ej, po çfarë pas keni qenë kështu, Keni çmendur një Shqipëri dhe jo vetëm, fama juaj ka shkuar në të 7 kontinente deri në PS. Po, Luan. Në PS ku? Në Paris. Parvană, po vishua, çmendur vishua me? Askush nuk ka ngelur pa u çmendur, Dhe unë dua të jap të informacion nga jashtë, sepse di shumë mirë që ju e keni informacione shumë të cunguar aty brenda, por kryeministri i vendit, duke marrë shkas nga ju, është çmendur komplet dhe ka vendosur që rroga mesatare të jetë 900 euro. Si ndjeni? Të çmendur fare! Më vjen mirë. Faktikisht, unë nuk kam fjalën për ju, por e kam për të gjithë qytetarët, për publikun ton të dashur që na ndjek, sepse ju sa po të dilni, do keni benefitet e famës, normalisht, Do ta shijoni më shumë. Por sot kam një surprizë të vogël për ju, sepse kompania Segjeni e prodhimit të qumshit ju jep secilit 10 litra hir. Berbana. Po, Soro. Do me thëmë më në fund o dhjesi, më se kemi 8 ditë kapë. Soro, të lutem kujdes mikrofonin. Unë tani duhet të pyesja pak Jarën. Jara, si ndihesh? Berbana, ndihem shkëlqyshëm, edhe doja të shtoja diçka Luanit tim, që për kokën e të çmendurit të madh që është vetë Dibran, kupton? Ti e bën shumë i famshëm, madje një çift që në atën e parë të martesës, sinqerisht a them, unë danë sepse ai nuk rriste si ti. Lutem regjia më shkëpus në lidhjen me çmendinën. Unë faktikisht do t'i merja si Dorelës një opinion, çfarë mendon ti për këtë që sapo pam. Dinamike është e gjithë çështja,
por unë mendoj se Luani duhet ta bëjmë atë delën, nuk e di se çfarë po presim, sepse klikimet po na bien, vjusat po na bien, nuk e di, të gjithë njerëzit 2 herë në javë thysojnë këta, thonë ku do bëjnë seks, sepse ne atë po presim. Duhet ta bëj, sepse nuk është famë dhe nuk është klikime vetëm të nxjerrës bythën, duhet edhe ta luas. Unë të ju kam thënë, nuk e kuptoj. Po tani çfarë bën Cinderella? Atë kujtohet sa shkoi Riçi vjet në finalen kur lajmërova që isha 7 zan? Tani çfarë të bëjmë më unë? Nuk e kuptoj. Por që janë çmendur edhe audienca është çmendur sepse po më shkruajnë gjatë gjithë kohës, po më thonë sa e mirë je, sa e bukur je dhe unë dua faktikisht të jem transparente edhe me publikun dhe të them që vetëm ky fustan ka kushtuar 6.500 euro edhe këto taka kanë kushtuar 5.000 euro. Dinamike gjalli, po duhet thonë, Berbana duhet t'i stys. Ti je ajo që duhet t'i stys. Pra ne presim nga ty se ti thua seks sa më thunë, sepse seksi ka se për tuat. Cinderella, tani ti di shumë mirë që në ka njeri që i ka bërë ata të qëndrojnë aty brenda kam qenë sa janë përpjekur unë që ata të mos dalin nga aty. Po tani më ngelet vetëm të shkoj brenda dhe ti hipi njërin mbi tjetrin se për shembull, në mendjen time gjithmonë, ju thua se unë kam bërë mbrëm seks, pse nuk bëni ju seks? Bëni dhe ju si mua, me një sëmbull, sepse kjo është më e mira që ata mund të bëjnë. Cinderella, nuk e dia dëgjove ti deklaratën e Lolos që bëri pak ditë më parë ku tha se ai kishte kryer marrëdhënie me të dy e gjinit, pra teorikisht ka bërë orgji. E vërtet në fakt të dëgjova, por këto nuk bëjnë më bumë, nuk ka zë, nuk ka klikime me këto, sepse kjo e orgjive është bërë në kohën e diktaturës. Tani jemi në kohën e delireve të tjera, për shembull, po të thoshte Lolo që unë kam bërë seks me një pel, një lop, apo një devet, kjo do të bëjë klikime. E drejt, ju lutem regjia më mundsoni lidhjen me Shmendinën. Të çmendur! Po dëgjoni? Po! Berbana! Po! Unë faktikisht duhet të pyesja pak Lolon për një deklaratë që i ka bërë ditët e fundit, ku është diskutuar kudo në për rrjete sociale, dhe duke qenë se ne duhet jemi gjithmonë transparent me publikun, unë duhet ta pyesja tani, Lolo, ti ke thënë që ke bërë orgji, apo jo? Po mi gaz, në gjimnas. Po me dele me lop me gomar, ke bërë? Ui, po që thua mi gaz. Po unë me vëdha i timi me vishon me hi, po jemi bërë të merim shatit mi të thohë. E ti se që bëni mi, i fusnim lopët në aure dhe i mbidhi me qeles kasaforte ati brënda mi të thohë. Edhe pastaj, unë bëja vili shtëp, kusa i bëte si demi. Shtëp shatit mi të thohë. Unë faktikisht duhet pyesja pak Luanin. O Luan, po ku je mo? Ja, këtu me dashtin time që i deksha për ta. Aplaset, do bëni në një gjë, apo jo? Ja, kur dal me prej këtu, sepse ka kamera, jo me siklet. Zemër le të ketë, sinqerisht tani le të ketë. Ja, kur dalim prej këtu, se kam shumë siklet. Luan, tani duhet me patjetër se u shty me një muaj Big Shmendina Show vetëm që ta bëni ju të dy, tani s'ka kuptim. Pikërisht, atë po presim ne. Me një simbol nga Lolo. Si se ajo Lolo, upsi, dupsi. Unë kom i gaz, vili, shtëp. Interesante. Pastaj, ju e dini shumë mirë që jeni kryefjala e këtij emisioni kaq gigantes që i ka kaluar të gjitha kufit, por duke qenë të tillë, ju jepni edhe shembuj. O, Berbana. Po, Sora. Dëgjoj, po ti thua shpitës, unë gati jam. Po Berbana, po unë me këtë bëjmi. Me radh. Apo të bëj vili shtopun. Fri dhe pak se undezëm, ja. Kjo duhet, kjo ka klikime. Sigurisht. Nuk ka turp. Besoj se tani janë gati. Unë i kërkoj regjistë të lutem të më shkëpusi pak lidhjen me Shmendinën. Ne do të kalojmë në një tjetër moment faktikisht, ku sonde njëri prej të çmendurve do të largohet nga Shmendina dhe unë zyrtarisht shpall të mbyllur televotimin.
të jetë ai ose ajo, do ta marrim vesh pas pak. Ne shkëputemi për një periudhë një javore publicitare dhe shihemi së shpejti. Publicitet. Dhe të vim tek momenti i falënderimit dhe mirënjohjes, Inger. Dhe ku më bukur se sa sot në këtë vigjilje të Pashkës, para të Krishtlindjes, ti drejtohemi perandorisë së biznesit shqiptar Agna Group me një gëzuar. Patjetër. Me brendet e saj Agna Group, birra Elbar, birrë për miq të vërtet. Çdo gjë shkon mirë kur ke shok për kokë. Një telefon larg, patjetër. Kemi u Iglina, një jetë me ju. Po makaronat misko nuk t'i lë Inger sikur qatë. Makaronat më të mira në tavolinën e familjes shqiptare. Faleminderit Agna Group që mbështet Alpazar. Gëzuar Pashkët. Dhe gjithmonë kam të nisem mëngjesin me energji, me motivim. Por kur ke dhe një mik, si që është në këtë moment 8-2, je më i motivuar, sepse na duhet jemi dhe vital. Dhe duke qenë të tillë, patjetër që jemi krijues dhe rezultativ në gjithë qëllimin dhe punën tonë. Prandaj një falënderim special. Për pijen energjike 8-2, Lodit With Energy që vjen direkt nga Hollanda për të na dhënë energjinë. Faleminderit. Faleminderit, gëzuar. Gëzuar. Moj luaj kemë. Avash. Fajte moj se va, moj goce, moj çuve devovicës, në fa 2 minuta shiko, Fajte më shtet. Avash, në fa 2 ora. Po. Hajde beftë devovica. Hajde uluane. Dëgjoj. Një kafe me ajkë për devovicën siç e di ti dhe një lëngështenje për këtë. Po, erdha pa me ajkë. Hipi fare. E me ulu se bëj kafe, një aparati bën kafe të me, po ulu të. Kështu, pse njeme. Unë alo dhe me qysh. Sa kam rabuar e zeza. Shkreta. A të pja një gëllë kuj se vdiqa. Jesh me lek tash i porita. O që nga bërë, djavajica. Po fet me kyqe, fet me më vonosh 4 orë të ornisesh, si kur jenu se re. Fet me 2 minuta, tek, një të kuq, këputet edhe në rrugë. Po t'je di që unë kam qenë mësuse në lice dhe unë lukut i kushtoj shumë rëndësi. Kujt? Lukut. Ke zëndashnor me qelbe. Ke shumë lukë me. E shketa ti ku me veshti, nga ju vend që vjen ti në psha. Lukë i thonë pamje së jashme, që ta marrë zhvesh, ta mamë ti. Pamje së jashme, ty si do të rotullo që të bëftë motra e si punë e lamarinës, u qive. Si ta lyesh e si ta shgresh ajo prapë lamarin betet. Pika se se pse e ka që idhur nga goja me pse. Po jetë, shpifur. Po kush më flet? Kush më flet mua? Po ti kur pe pas hyrëve të pare more edhe në krevat me se zngope shet duke parë vetën tënde. Rita që janë të mos më lof. Me të keqen mua, kam qenë bukurane, me ka. Bukurane. Kur s'kisha nevoj fare të zbukrosha se kisha bukurin që ma ka dhe mema natyrë, si që kishte bërë mema, kam qenë Pumbu kam qenë. Amana, ne mos më folë të beftë motra, po për këtë do regulojsh ti në fshatë, për demina, për gomare, në përritash? Me të keqen, të vëjtë, me gjo, se fshati nuk është si Tirana, unë kam qenë me nam në një krajnë të tërë të beftë motra. Si me nam, na i ke thënë i mjere, dim që e me nam, po. Jo, ashtu si shto atima, ja. Po qarë thuam? Qekë besire. E gjo kur të flasë për mua në gjove, se kam qenë lagar, kam qenë kështu. Lagar, avash, tashi, mos na unë. Edhe zoti lartë kështu ma ka bërda të horoskopin. Horoskopin atë, vidjeresha. Horoskopin. Vidjeresha janë. A me ty? Zbukrosha unë, ngelshin djem të krahinës, ja, kështu mbi kumbull e moj trapit e te plepi, ku të më shikoni kur të dilja unë, që thoshin doli kunadja në apyli. Edhe me kanë bilet. Pa se unë ecja në për rrugë të fshatit, vjera manzurame. Manzura. Qish kjo era manzurame se ne? Që të pëllësasin, merë veshti, je, budalla. Nga je lullja që vendosë këtu. Se s'kishe parthuna atere. Rofsh, të bëftë, rofsh. Po me avash, të bëftë në derdhe, se kemi arë qina komune Parizit. Jo, i ndare të bëfsha, nuk forosit e mu. Ja, ju pift, ju mbift, ju bëftë mirë. Po ju shplaft, se kemi këtë folur.
Më kërkoj ndjet, kërkoj falje nëna se unë nga që flas pak si me nxit shpejt edhe më ngatro merret pa goja. Mirë, po uj nuk porositë, merrem. Pa merak se ujin e ke pa lak. Pa lek e ke, pa lek. Pa lek. Pa lek tere se vdesa ne jam. Ju mbaft bëftë mirë. Po keqen e të folës të bëftë me këshu flisë të fërtet me, po si i the për mua me zarbe. Me qartë tashbe. Po ti me kjo që ti, koronat e drejkitje, edhe kur të vdekë që do kërkosh ullje të qmimi. Me mua s'ka, unë jam do lëshuar, nuk e parë unë tak qesen, nuk pjës në njerën, sa bën që është bën. Po, se për shoqërinë, për miksin, e për dashurin, njëra jatrën kemi. Korba ti me ty s'di si të plasësh, moj. Më mirë fol me muri se me të plasësh me ty. Pise jo pralla, i ke dhe nuk i ko marit? Po, do them unë. Si ja dhe të pëto them unë, pse ja dhe të pëto do thuash ti. Them unë, ja dhe ashtë të ngrot. Pse ja dhe të ngrot do thuash ti. Da shi nga të shmendën. Mua merë të keqen më merë, se nuk jam në afto që tua ti, more vesh, ja kështu. Edhe i dushin duart kafen, edhe të mirë edhe 600 lek. Kërkon në tërë Tiranë nuk e gjenane. Ama në gjevojitëse, jetë sa e trashtje po duke mua. Po pse jam e trashtje? Po vim që në anas, me që në komune Parizit, deri këtu, për të pit një kafe me 600 leka. E 800 leka autopuzi, 400 ardhje, 400 vajtje, 800, me 600, 1400. He, zotrote? Po pse s'tu atje dashke 1700, zotrote. Do me thënë, 900 kafe në atjene, edhe 800 urban, 1700. Ja me aneta shi. Ka që dhe pësoj se u të hëngërt mortja. Kusht ka marrë pësoj se ty të hëngërt se sta? Po ditë mbledhshme, kjo që e. Po me sis ditë mbledh. 800 autobuzi edhe 900 kafeja, 1700, dhe qarë do të thuash? Po 900 kafe me autobuzin që duam. E pim të komune Parizit, Budullachk. Isha me nduar. Të je trash, pra ndaj. Budullachk, fa. E me mirë, se ti e qanë matematikën. Ti sa mësove që be një dhe e le shkollën, hajdo një ti. Po të thaj pitën ama. E mirë, ade gëzëta në beftë mirë. E beftë mirë, ashtu. E mja. Anës, argjojmë 1400 leka, me të Po të në bytë, nuk argjove gjej, jo se ti. Do shtrënguar dora, gjëvojitëse. Pardi e more 5 Se dim sa e kemi jetën, po i ra me top kështu, është na del mirë. Po mja, moj korbë mja. Nuk rëndove dhe ajse, pardi e more 5 jeshen. Na i dha y. Ralla që u këtë kurban e di rrë. Filove në këto ti. Rofta i, roft kë, u këbut me ndere, a i se në da 50.000 lek. Po që në i dha, se kërkon votën, të ta blej. Po ty shtë vjen mirë se i me këta lalierin. Do të blej votën, ty 50.000 lek. Zarbo, zarb. A ju bef shakur 10.000 lek, se ku do ta hedh votën, do ta hedh atë ku ma do kefi mua. Jo 50.000 gabi, për e 500.000. Bravo, Anë, bravo. Rilla vose me ty, Budullaç. E me qupe, vetëm je me pika vetë, s'ke njeri fare në kafe. Hajde këtu, më lojisëm i bashkë. Hajde të bëftë me, hajde, të themi në një fjallë. Shumë... Një vogël ashtu me si kokrorisë të bëftë me. Shumë falenderofshi se unë po ju t'i shikoja që pare edhe dukesh ledzova që nga lartë që ju jeni shumë shuqet ngushta. Si motra jemi. Të bëftë me me, po forë me Terezi, të bëftë me me më u vjas. Se këtu e merë gjithë fisi për para me të shartë, të shket goja. Si të quet? Unë jam Vernera. Të bëftë me Vernera je? Vernera. Venera. Falim dhe, po nga flasit qikun si shpejt edhe e kam pjesë karakterit tim. Ne. Të karakterit u bërësha, se na i le për gjysë. Lere me, që për të flasi si do se ka emocione, e tua si ta duash, po nga jemi të vëfte me majë. Me orgjika, jam nga mbrojtjar, mbrojtar i fjerit, nga ura sheqit. Po nga fjerit të ditur, është një kompjuter, po me po. Sa ko ke këtu kamarjere? Këtu kam 2-3-4 muaj gjysëm për tani, se po plotësoj... E lem një vit që ti është bërna du bëftë me se do të pasi lapët... Opa, 2-3... Po plotësoj rogën, se unë pas ditë në darkë, punoj edhe në një televizion që jam kështu recepcioniste. Recepcioniste të bërë të gjevovit, sa është ajo që rinë e dera që... Po, ajo që pre për qytetarët. Të bëftë, Allah... Po mirë, kështu, ke njërë në një... E fiuar jeme? Po, jo, që dua unë të pejo mu... E vogël kjo, unë do iki jashtë shtëtitje, do iki jashtë shtetit.
E Zeza, se qa thot jo e Zeza, të bëftë nëma, të bëftë nëma, të do pjetë kujdish ku të flaqë. Ma sot të flaqë shkoqur, se ke njeri unë për balë dhe i meren mend, të njoqë djalin e botës, sa ti thuash ti të dash, të dush, të eshtesh, ti u meren mend, i ku voli. Unë nuk e vazhë më fare mëndjen, se unë të dash do i jashtë për shtetit, për shtetit, do i në Gjermani, në Gjermani do i në Berlin. Gjermani, Berlin. Gjermani me? Do i ki po. Ku do vesh në Gjermani me? Në Berlin. Në Berlin? Berlin, je fermiere me profesion me? Jo, jam... Fermiere? Fermiere? Fermiere, të bëndësek. Mja me anë mja. Si mja, me mja? Po këtë gjove ti qupë që tha im Po fermiere? tha që pari, punon refisioniste, qa punonte? Fermiere, qa i bje? Recepcioniste me. Pensioniste? O, anë Meresh me pensionist? Da pensionet? Jo, unë shkoj atje, jam të televizori, dhe aty pret për cilë unë këto qyqetarët. Më gëpton? Do të mama mua më turbullua, më morë me. Ta pikë të shuaruj edhe, iki të shikoj halin. Unë iki të shi se kam mitingun me Lalierin, këto kafet sot i ke nga mua, të të bëj i mirë. E me kjeronët mitingun me? Ka me, më zboshë, budalat ke drejtit. Po që me kush të tha ty, do iki unë? Jam zonjë me... Karakterit e saj. Ja me tenden, ja. Me karakter, të... Karakter, me karakter, jo ashtu si që tu ati. Jo ashtu se, ma mërë tërës kjo. Po që të kam si që pëntime. A ju bëfsha unë Lalierit, ju bëfsha që të më gërzoj dhe mandatin e të plejtë. Danoq Tirane është Danoq Tirane. Edhe më pëlqen shumë Laligjon, Lanieri, më pëlqen shumë, së dhe më këngë që ka bërtani, e këtë gjërë na? Jo. Ajo që është dhe, ta hoksha vesh këzemrën, ta hoksha zemrën. Ka ta është me? Vesh këzemrën. E po rime këta që ta keni ta mamë. Se kështu bëj që mua bet, me ta hengsha, ty vi turp t'ju vi. Pa shu është në kopushate. E vjetë ka mund parti, hajke rënë. O janë. Zabete, që na bushu budollat? Pa shu është në kopushate. Pa me. Ja u kërkon... Ikve ke rënë. Nuk do rënda, përbëç të. Nuk më kuptoj kjo mua? Nuk kupton fare kjo, me pa ti kuptoj shumë mirë. Vazhdojmë tani me marketin e lagjës tonë. Politika po ndikon shumë, sigurisht në këto moment që po afrojnë zgjedhjet e të gjithë politikanët edhe të dyja palët, të gjithë palët që konkurojnë, si duan të blejnë qytetarët edhe të gjithë njerëzit në mënyrë që të fitojnë votat. Sot në market, sigurisht që do të ndikoj kjo gjë, të gjithë banorët shkojnë e blenë, por shohin që gjithë shka është e paguar. Po se nga kush, ju e dini besoj, por e ndikim së bashku. Marketje. Që shkjo krizi ka plakosur këshu, mërë fsheur leku, mërë është fsheur. është futur në vrim të miu të leku, se çdo aj këj popull, se çdo pi. Po fundi ata aj të doj populli, po fletore time që ku surkanë, mërë, s'beti vetë. S'kemi? Mirë, si e? Mirë, si e? Urdhro, qa do marrës? Jo, nuk kemi ardhur për të marrë, sot kemi ardhur për të dhenë. Ka mund si mos u talë, më lërë në halët i kam, ik, të lutem shumë. Të lutem. Po të lutem, Agim, tani ti të thush kush dojë, kush jep. Po japim ne, Partia Socialiste me kryeministrin tonë Edi Rama, dhe sa të kemi Edi Ramën, nuk ka ma fukara. Mi shqip pak ato fletore ti zërrojmë, sa ka borgje këtu? Këtu? Po? Tu është i malë me borgje, 1 milion e gjysë është këtu. 1 milion, po. Edhe 2, 3, 4, 7 e gjysë, edhe 4 në kjo. 11 milion e gjysë, më. 11 milion e gjysë. Mërgim, sa të ketë këtë kryeministër këtë popull, kur nuk do vuj, nuk do ketë më fukara lëk. Tani, ti ja pak legët unë dhe du të mi zërosh gjitha këtë fletoret. Regull? Me tërbende këtja? Pa. 10, pa, 11 e gjysë. A kemi duke që janë, dërra? Ecim vetëm për para, s'ka këthim brapa, kemi... Po ty të faleminderit shumë. Të lutem. Tani, do ma bosh dhe i nërë të vogët i mu. Qarë të duash me këtë nderi që më beret i mua, qarë të duash, qarë? Të flamurin e Partisë Socialiste. Ma vësh pak në banak? Flamurin? Po. O ridhe vetë, të nuk kam vodesh e bakë shumë, faleminderit. Jo, kemi pun, kemi. Do lajmë, dhe japim popullit bukë. Mirë. Ha? Ashtu është. Dhe të gjo, usht vide i tu që keni të paguar nga kryeministri. Okej. Regull? Po. Dhe po pyti njëri,
Ai patronazhist që qendra votimit atje është. Ik pamera, ik. Faleminderit. Rraf Zhakim, e di vet ku, a? Faleminderit. Rraf Zhagimi. Çi keni thënë që të pastër? Ja dhe borgjet u zerua. Ja rove njerë borgjet o bim ja rove. E të bëhë kimo? Mirë. Si ke qenë? Si e? A vlodhe? Urdo, qarë do marrësh? Unë s'ka përborë në gjë, po du me pare që ke të listë në borgjeve që ke aty. Kisha shumë, po borgjet u shkryer më në fund. 1,5 milion ishin. Erdi njeri, jak po i ketha. A shu e kimo, ha? Du me thonë që ke vërtet ajo, kimo, që Partia Socialiste Republika vodhen për i thesmijel, ha? Është të thot gimi. Në gjokë të shi. Ata që kanë përta nga shtetë tutje në dyqan, me të marë për të hangë, për të pi, i kanë gjitha pa gudbe nga vla jo to. E ne, vedhem nuk do arrosh me i tonë, që këto i ka nga Partia Demokratike. A, shu e kima. Në këtu e kima. E në këto, ke 12 milion qëtu. 12 milion? Po. Do me thënë, që të marin tani e tutje? I kanë gjitha pa gudbe nga Partia Demokratike, po me sikle Partisë Liris, kima. Se si jemi si ta i duta dhe. Qarë thua, ma? Tashi jo vetëm që s'me kanë borgje, po ju kam unë atyre. Edhe këta si kësha me nduar në njerë. Kimo, ledha jo dhe në këtër pramurin këtu dy, e në kush të vi, vodhen për doktor Berishën, e di veti. Po. E në ke për të thonë njëzve, se ki popull këshu është, Kimo. Kalova lumin, dhif shakalin, tha. Jo, mos ki merak, do t'i sjarojnë një me një, që i keni nga pëdeja, ropsh. Në pafshi, Kimo. Faleminderit shumë. 14 maj, Kimo. Faleminderit. Që kjo ata e madhë. Po du të kafshoj një shankene, që vajnë me faqkene tende. Po du të kafshoj një givi. Si të ka? Mirë. Duke më shumë si, qeshur si, ha? Ke filluar të shesësh dhe flamor. Jo, ma jo, i sollën këtu urdo, qarë do marrë është ti? Jo, bisedua me ti me shoqe, edhe më thanë një sa leki të kam u dykimi se u tërprova. Tërprove? U tërprova, sa të kam t'ja paran. Qarë u tërprove? Po ti të tëra i një përveç turpit, po qarë do pisht ashtë i më thuaj se s'më ke asë një borës. Erdi njeri dhe i shteu të tëra. Si këshur, shpo thot, qka ngordur për më sakt? Jo, s'ka ngordur një, po urdo. Ja ku e ke, me shishet. Qarë me vare, Kimi, qaru me po të the. E po erdë në i paguan. Bingo! Mere këtë është. Atë ma pishgëzuar. Erdhja i pëses, i shleu borgje qarë kishi dherë këtu. Kurse kuj për des, pagoj lekët qarë do pini dherë në 14 majtha. Gjimit. Urdhër. To ngrejit o li për pësem. Pa ngresh. Tirojnë fëmijët. Tirojnë? Edhe tirojnë dhe pandushi. Pa në Limajko? Pa në Limajko. Se do t'ju tregoj pralla fëmijëve, ka thene, kur ti e ti me shokët për turizm. Qarë thua, ma, qarë turizm? Eshte e vërtejt, ka thene Dirama. Si e thamë? Kur ti jemi ne në sharë kë pandi, do t'ju tregoj prallë fëmijëve. Do dhe e dytë. Për pëdërë tirojnë fëmijët se mente kanë lënë. Bravo, mere të ashia. Bravo. Mere dhe ikë pje të ashia, se kam dhe punë të tjera, ato bëfti. Do i qikë proshut të paka shkallar, sa për të skërmitë. Ja, për sot vetëm këta ke. Nesër, hajde të marrësh prap racionin, ose shplame në një bira me qartë këshje, fakt. Gjime, të të pyes. Po këta të lëseiste, këta Partia e Lirisë. Zvuna si le këta. S'ka në edhur gjë. Po këta që ka legera, ma. Po i punat më ka shumë lega këta. Këta sotën e... Po dhe ata lek, të thrasun, të marrë qik kaçkaval, një kokraoli, qik proshut. Pse nuk ka zgjedhje shdo mua me atë vjefja të themër? Eto, ja, t'ju themi njërë. Ikë ta shka, dhe miru papshit të këtë. Të ikë, po si të ikë? Ti si t'ikë? A shku si qërë, dhe? Po të shumë në bëra... Mirjeve të keqe në gjagji, bjonde. Pianec! Po ka ishte kem piru nësot sa një bjonde të më duket 3 bjonde. Eve gjithse si e shëndosh është.
Po si jeni me qupkat e Xhaxhigimit, mirini me? Xhaxhigimi! Po ja thatë sy Xhaxhigimit me ka që ko pa ardhur në dyqani Xhaxhigimit, bile që në dimër më kujtohet. Kemi qënë në shtëpi Xhaxhigimi, ne mbyllemi në vjesht dhe dalim në pranverë. U beftë Xhaxhigimi, po ju jeni si dallëndyshje me u beftë Xhaxhigimi. Sa të mira jeni. Hajde, qarë do me jeni, thorin Xhaxhigimit. Xhaxhigimi, kam një pyetje. Shiko, si është më mirë? Një vezë sot apo një pul mot? Dëgjoj Xhaxhigimin. Po më the ti mua, kush e beri veza pulën apo pula vezën, do të kthe dhe unë përgjigjet. Xhaxhigimi, kjo është fare lehtë. Më thoj që... Bëri veza, se po mos ishte veza, zë ishte pula. Po vezën, kush e beri të më të që? Budallaqe, se do mendoj Xhaxhigimi që ti je bjonde komplet. Xhaxhigimi, për mua, pula bën vezën. Pula bën vezën, a? E marim pulën Xhaxhigimi, edhe japim ushqim. Kupton? Misër, grur, ajo rritet, pula mirë, po. Bën vezën! Si këshu me du beftë Xhaxhigimi? Ja për shamu ty kush të ka berë? Mami. Po me ke të ka berë mami? Me papin. Bravo. Atere pula ka bërë vezën. Po me ke e ka berë? Me papin. Po me gjelin moj të beftë Xhaxhigimi. Ua, dhe mendova. Gjelje për vezën. Gjelje për vezën. Qarë do merni tash, i thojnë një Xhaxhigimit që mos e... Duam qamqakis. Gimke, më i ku truri fare Gimke. Po që kam të fat pederi unë bregimi? Që me fat pederi të fatë mbarë? Po unë viktu në tyja, edhe ble çdo gjë me leka në dorë bram, shumë i ke paguar, po. Edhe vete tash i vina YPS i paguan tër borxhet pallat. Po qarë dhe me... Karado zonj! Oj, bëtalla qka, ta mbyll në gojër njëve me. Se kam nerva tel, po më ikën fiqiri, po më ikën edhe juve na duheni. Se ju njo mirë unë juve, mja tashi. Çfarë thua, moj? Ej, që ke çmendur fare, katunare. Më gjeni. Me respekto më nga të smojnë tër pallatin, ore. Janë fare, po të thonë. Po, qkeme këto më qafë, qkeme këto. To si vjen një rjutë më qafë. Nga shi unë brejshër Gimi nga të dalun, se se honej pësë do të... Si e Gimi? Mirë, si kaluat jo, mirë. Mirë, da të bëj pazarin e muajit. Po, ti kam bërgati këto të listës, e? Po, ato. Po, ti moj qarë fati ke... Pse qarë? Se ti gjithmon me kesh, aq korekte e ke, ma ke bërë qefin, po. Erdi njeri dhe pagoj tër borxhet, ja vetëm ti s'kishe. Ti dhe tasha, ja. Në regull. Urdhër. Sa bëj këto? Mësoj se? Jo, i ke të paguara. I kam të paguara. Njeri pagovi borxhet, tjetri pa ka paguar për këto që do argjori këtë muaj, e kupton? Faleminderit. As një gjë të bërë. Faleminderit, Gimi. Edhe mos haro, në 14 maj, merret vota dhe, jo, më falë, në 14 maj, merret vota dhe, e dini vetë jo, Gimi, votojnë të tjerët për mua, jo unë për dikë. Bëftë, Xhaxhigimi. Mirë pafshim, Gimi. E me tashë. Gimke, të ka fajë? E, s'ka fajë. O, si? E beri si puna ati deputeti, tha një mua ja ua unë, tha pas e 4 vjetë ma hanë këta. Urdhëro, edhe si tha, për mua tha kush të votoje, jo të votojnë. O, si? Miro, Gimke, mirë, më ka ikur truri fare të thonë. Po pse me të ka ikur Ore, truri, qarë ka ndonë? kjo të beq të doje. Po Spartakun malojti nga fiqiri fare malojti. Në merë veshë, nga të smonë të buratit dynjas, nga të smonë edhe Spartakun tim. E me qafë Spartakun tëndë. Po si jo? Ka nga të smuar, e? Po e, o të thonë. E po mere atë takun dhe mblidhe një, qartë të thotë Gimi? Ore, Gimi, ajo me takun tim s'ka punë se unë ja bej kembët dhe ja bej, biligace ja. Ashtu ja bej, shtu bej të Gimi, ti do marrë shënë gjetash? Po jo, nuk do marrë gjë, po me erdhat se me iku truri që i kishin paguar tër borxhet ata. E di si janë berë këta, Gimi? Ta janë berët ju hasha ata që s'tuhet. Hajde qik lartë.
Gjitë. A ik tani, ik, punoni tani. Hani? Shumë e bukur. Të pëlqeu, e? Shumë. Bilin të azuri syrim? Më duke se po shishte aty se qa po bënte se mora vesh. O, Bili? Urdhro, shef. Po mirë, më Bili, kur them unë fix duhet të bish. Për kokën të dhe për 1 minutë jam atje, disa trafika e gjon burjet, pip. E pa, hajde. Trafik, shef. Hajde, Bili, mos më. Erda, shef, erda. Ha, shpet. Të pëlqeu me pjën, e? Ej, spektakl. Shëndet. Ku ishe, më Bili? Ja, vajta mora një pemë për ta mbjellë. Qarë pemë? Po pemë, shef, si që kini thënë ju të mbjellim pemë, prandaj, mora dhe lopatër. Bravo, hajde tashi, vere dhe mbille. Ku ta ve? Dhe këtu mbi tavolin. Dhe pema mbi tavolin, tashi mos bëj shaka, mos u talë, shef, tashi, të lutëm. Ore, Bili, si të them unë mbille edhe nuk zeka. Si, mbille që keme te, baje 2 sekundë. Baje këtu. Baje dhe lopatët vetë marca, 2 kova me zhavorën. Ej, mos u vonon se kam punë. Jo. Bili, hajde ma, hajde këtu. Mere këtë. Më kajde bila jeni, bre, ha? Si dhe më në bilën, i gati për ta mbjellin. Po thashe që bëjë shakati, shef. Shef, të puth njërë se je dhe para emisionit, të lutëm. Hajde, Bili, hajde. Ashtë në hape barkun dhe ty. Jo ka shumë Bili ta që se na i marim për servilizëm, tash. Nuk duhet jetë njeri ju ka i servil. Edhe femër po t'ishte nuk do lë pieshe ka i shumë. Po shoti se, sa të mbarojnë punë. Je buk si ata i beristat, Bili. Po shot ashi se jam gati duke filluar emisionin, ne? Shefi, do fillosh podcastin ti? Po, E po ikim ne atëherë se ti ke punë. Hajde moj, dele, hajde më Vili këtu. Po pse duhet të... Ku do ikni unë? Këdo marrë në intervistë unë. Ty dhe ty. Vërtetë? Dhe gjoni një... Po bën qefin o shef se kam kopa më marrë në pyetje, mo shef, kam kopa. Kjo është hapja. Kam dhe i surpriz tjetër, pra e kam për në fund ato tjetër. Po falë të kjus, të kjengë tani se kjo që ka një kështë një perlë dhe shumë eksitojnë se shef. Shumë perlë. Me të që shpendi vara ta. Me këte do filloj emisionin. Amano, shef, na e vër pak atë. Këtë bëme? Ama atë këngën që the për në fund. Po në fund, pra thashe, është surpriza jo. Kjengën po theshte, do t'i shpendim shef me këtë, do t'i shpendim të gjithë. Miq të dashur, jemi në emisionin e 7 në podcast. Dhe sot kam 2 bashkëpunëtorët e mi të ngushtë, sekretaren time dhe Vilin, asistentin tim. Atere, me ty Vili, si të duk ky fillim fushate? Po përja ishte një befasi, shef, se kujtja mërë të mendja që gjithë parat e fushatës do argjojshin për të mbjellë pemë. Bravo, Vili. Gjetje generale, shef. Bravo. Qa generale? Generale? Geniale. Geniale. Po pushomë. Amo Vili? Qartë të fshë? Si ju duket deri tani fillimi fushatës? Mendimi juaj, sa bashki mund të marim ne në gjithë Shqipërinë? Unë them 61 bashki, shef. Bravo. Sa mo? Ule pako, Vili, pash. Kjo unë 59. A i duan ata pasaj ne e marim për diktatur. 59. Ule, Vili. 37. Vili. E qaj budalla sa e ula dhe unë. Ula ka shumë sëra dhe 57, shef. Edhe të lutem, shef, për kokë të qupave nuk e ula as 1 centimetr më shumë. 57. Tani po ju pyes ju, Vili. Po. A ju pëlqeu fillimi fushatës me ato mbjellje dhe femve? Po, sa kemi qeshur me lalierin, kur i the, shef, i the, më sot të mbjellësht i the, pa për të qeshur ditë të qesh vetun, edhe peti si i dhjerë. Si i dhjerë. Vili. Na shpëto dhe nga ergoja, shef, prandaj. Ka gjesh. E di që më bëri... Na thuaj të qeshim, ashtë të bëjmë se s'po dim që po bëjmë. E di që më bëri për shtypje, Vili.
Si asnjë nga kandidatët për kryetar bashkie dhe këshillin bashkiak nuk dinte asnjëri të mbilte pemë. Po e di si më vinte, bre shef, të merja lopatën, të hapja gropat e të ngulja në ato gropat deputetët dhe kandidatët për kryetar bashkie. Po ngulja as të pemë, po thëmë. Në rregull. Se ti Vili di të mbjellësh pemë ti? Di si. Di që me të. Di Vili? Si s'di, shef? Pa na thuaj ti Vili, si mbillet një Si pemë? mbjellet një pemë Vili? Marim lopatën? E grimë. Marim pemën, fidanin? E grimë. Si e grimë, Vili? Si e grimë, si ta grimë? Po jo ta grimë. Apet një grop 1 metër e thellë. Idhet në të brenda dashuri, futet vidani dhe mbulohet grop. Po shef, do me thënë ti ke ide geniale, unë të rjetës kisha për ta mësuar, ta asnjerë, po të puthje shef në kokë. Tash i Vili. O, bosa e lulishte i bje koka. Tash na hapa. Lulishte. O shefi, tash i më fali sekundë, s'pa kuptoj unë. Ky slogan i fushatës që ke bërë ti, S'të pëlqeu ty? jo mbrapa vetëm për para. Po, Çfarë do me thonë? do me thënë që asnjëherë mbrapa, vetëm për para. Për para? Jo për para, o Vili. Se dhembi... Për para, jo për para. Po sa ti vete dhembi ku dhem gjua vete ku dhem dhembi? Në rregull. Në rregull, shef, që diskuton? Bravo, atëherë do të dëgjoni surprizën. 1 minutë. Rezi po presim të di. Më falë, kur të qelin fushatën, do vjetë këngë e parë dhe pastaj këngë e dytë? Qarë të vam, Vili? Kjo është këngë e mbylljes, pra po. Këngë e parë dhe këngë e dytë, në fund. Jam shumë dakord, shef. Kjo tokë ka lindur një njeri të madh, i cili jeni ju. Më mjata. Shefin e kemi Skënderbeun e dytë, faleminderit shef që ekziston. Ku ai ku shefi tonë? Po Skënderbeu luftoi 500 vjet me turqit dhem për dhem, kurse shefi ton e ka mik Sultan Erdoganin. Mirë, në rregull, Vili. Të nderuar dëgjues, ky ishte edhe për sonte emisioni im. Mirë takofshim në emisionet të tjera. Ikra të rinjve çdo ditë jashtë vendit, po bën që të gjithë bizneset kenë nevojë për të punësoj njerëz, sepse nuk ka punonjës, e sidomos kjo shihet në për lokale, në për restorante, kur kërkojnë kamarier, banakier, janë shumë në nevojë. Një lokal këtu në Al Pazar është aq në gjendje të keqe për kamarier, sa që ka vendosur që të bëjë shpallje, ku kërkon edhe pensionist që mund t'i punësoj si kamarier. Ndjekim se çfarë ndodh në lokalin e Al Pazar. Alo, më falni që për shqetësoj prap. Unë e kam nxjerr tash i lajmërimin, por mos po merr njëri në telefon. As kamariere, fare, 0 as. Si t'ja bëj? Ta që kanë dalë në pension, thotë? Më falë, po thoni që të nxjerrim lajmërimin për pensionist. Pensionist që vinë punojnë kamarier. Okej, më rregull, nuk ka rëndësi. Shikoj, kam nevojë për punë, nuk ka rëndësi shumë. Faleminderit. A do të qellofsh? Nja qeta, si shkove? Gjëqa si e? E pranari, a? Po. Lexova lajmërimin se kërkoni kamarier. Po. Jo, do të bëj një 2 pyetje të shua, s'ka nevojë të shpejt. Më. Atëherë, një raport mjekësor e keni ju? Mjekësor? Po. Ja, valla, ku ma e menëm pi 30 vjeç, s'ku më bëma analiza qaja. Shu me pensionin si e? Me pensionin, valla, e më e kum dalë pensionin. Jo, me pensionin. Me pensionin. Po, me pensionin. Me pensionin që ashtu, ka njem gëhet, ka njem munjët, që ashtu. Jo, shiko, kur të ngrihet më shpesh? Kush? Pensionin? Gjata, më shpesh me thonë drejtë, para dita e kam toll. E kam
si gjeli i ri, mas dite mbëhet keq. Ç'ishtë i bëj? Po jo, po të pyes që ta dim kur çka turni t'japim, kupton apo? Po, kjo është gjë. ç'kshu va. Shumë mirë. Kështu me syt. Me slet jem top, ka afer ta qaj pitën, kori thonë. Kurse ka largë, vjen si torbot, nuk shoh fort më herë. Po. Po, kështu... Ti shof duart, ngri duart që? Ha. Jo, mirë. Po. E kuptoj. Po, me prostatën? Me thonë dritën një thmëke, kom një... Më falë, ajo halja ko në vetarja, dera vëgël, ko e keni këtu në lokalësës? E ke atje në fund. Në fund do kthesh majtas. Qa është largë? Atje pra në fund majtas. Ja, vallaj, unë vuj ka prostata. Një kur të shkëj, unë kur të kthehem, ka prap i bje me shku prap në halja, s'kum qishtë bëj. Vjen keq. Ta kishe pas halën këtu afer banakut që është të fillu, po në tire. Na falj, Gjaxho, nuk bëhet gjë. Ditën e më faliminderit, me të më. Po që ke përgjigju për ato që di? Përshëndetje. Përshëndetje. Si jepi? Ullun. Është shoku i migush, Toto. Më qif. Kemi ardhur për... Po, urdroni. Mos a shuati, ha. Urdroni. Ati, afro, la fosu. Që bëj një pjetë short shkurtër. Raport mjekësor, kështu keni me vete? Kam bërë këto analiza në regull, duke ndërta. Këtë gjitha në regull. Kështu me tensionin si e? Me tensionin. Mirë, si djaliri. Mirë, e kuptoj. 8-12. Aj, 6 metri shkona kje, 20. Pilot. Me syt? Syt. Nga afer të thaj fare edhe ditën. Natën pasaj edhe... Se s'ka një problem se natën edhe nes po shofi mirë. Natën fle natën. Po nuk është problem, e kuptoj. I shof pak duart që? Marrë vesh. E kemi pak problem, o Gjaxho. Se? Po e kemi problem se do marrësh porosin, ty të dridhen duart edhe i bje që do t'i hedhësh gjitha në tokë, më kupton apo ja? Po s'ka një gota plastike ju... Dakor, më dhe gota plastike, po i do t'i djerdi. A i 1-2 do shkoj e do vi. Ato është tryset e frutave, se ato i drejt miraj. Po, vetëm t'a qoj, t'a vetëm dark. Ajo. Jo, shiko, po mendoj... Se bërë ato sputhi. Jo, po mendoj në fakt dhe për koktel. Po, akoma është fillestar, do më ka vetëm këto dridhjet që. Kur të filloj akoma më tepër, që ti ta ke dridhjet jenë këshu, atëherë do t'a fusin të kokteli, kuptot? Do t'i behari, ke drejt. Prandaj po them. Po, jepi një mundësishë. Po me prostatën? Me prostatën jam top fare. I jipi folklori tu me 2 shura Arin Leskovik. Aj. E marrë. 2 edhe. Do t'ju marrë në telefon. Ja, prit si këtu letë. Marrë telefon. Prit se e regulojon. Si ka love? Mirë. Unë jam Sula, shoku kush i Totos. Po, e kuptoj. Jam shef i këti, e kuptoj. Me mua, 1,5 milion në muaj. Jep një zotris 1,5 milion muaj. Do më japë shti, 1,5 milion, filloj me njëherë. Jo, shiko. Unë po thoja kamarier. Si kamarier? Kamarier, pra. Kamarier nuk ka rrugë kamarier me 1,5 milion, lutëm. Bakshish e ka? Bakshish e ka plot. Ka bakshish, po shkëllqyër fare, atër filloj nga puna mësë do ashtu, halakatemi. Po, njësa, shiko, ta bëj një pyet sortë. Urdo. Me tensionin si e? Qa tensioni? Kush është tensioni? Tensioni e presioni i gjakut, i larti, i ulti. Unë jam tensioni vetë. Unë e kap tensioni, vetë kap tensioni mua. E marrë veç e ku. 12-8. Pilot. Jo, shumë mirë. Po jo, duke shi mbajtur. Mund t'i nxjerrësh duart ato? Po. Tani ti po për kamarjera, po për pilot, s'po marrë vesh. Jo, mirë. Po të kapa unë. E shoh. Më falë, po që me prostatën. Dhe gjove ato ti tha me 2 shura shkojnë në Leskovik. Unë vete vi edhe me strokës pa. I gjeke si Supermeni. Qa është Supermeni? Kush është Supermeni? Unë jam Supermeni. Ti je Supermeni? Këzo që të njo. Gëzohe mund. Falim dhe shumë. Filmo. Po mirë, me syt. Me syt jam na fare. Të thaj, nga largë i erë, thaj, nga hafër, ka që problem, po. Mirë nga hafër, dakor nga hafër, që unë do t'japi tjetëri legë, do i kthesh kusurit. I njo. Jep legët nga hafër? Po është bezh. Leku e gjerës 50 që. Po është i kujtë është 100 që.
Po është 10 është gjeçili, 5.000 është blu, po është bezhe vogël është 2.000 lekë. Jo, një gri, Po mi ja kuriozitet. Jam gatruar asnjëherë. E marr vesh, e kuptoj. Po ja ta bëjmë një. Kështu ja lekë të xhiros këtë. Ura, çfarë është kjo? 50.000 lekë. Mirë. Të thaj, mos u lodh fare mua. Ja. 50 euro. Shikoj dhe një, shikoj. 50 euro. Ja thava. Dëgjoj. Urdhë. Do t'ju marr në telefon. Shiko. Që ti bëjmë gjëra tava. Atë shokun ti do marrësh kamarier kurse mua shef salle. Po, patjetër. Se më je mua, jam Sula. Se dëgjova për mua. E di si e mbajon këtë lokalin tënd. Do më falësh një sekundë sa ta? Ri kështu unë. Edhe dhe kamë kështu. Po të pash unë. Të ka pigjarë pri. Hajde, firmosu, hajde, filluam. Jo, shiko, do ju marrë në telefon. Kur të filloni, do ju marrë. Me i kusht. O të dy, o asnjë. Po, patjetër. Me 50 në fund. Ju marrë në telefon. Faleminderit. Me 50 në fund. Ikni Leskovik, ta. Edhe, kur të ndalojmë rrugës që do ndalosh ti, do na marrin telefon ai. Nëna banjo është në fund majtas, ktheu majtas. Jo, të bëftë nëna kam ardhur për atë lajmërimin për kamariere. Po. Duhet bëj një pyetësor. Patjetër. Në përgjithësi, si jeni me shëndetin, me përgjithësi? Po mirë. Mirë, mendoj, si të jetë në mirë. Tensioni, për shembull, keni tension? Gjënat të qajem jam për mashallah, 120.000 lekë në muaj marë. Tensionin, jo pensionin. Tensionin. Tensioni më ka marrë të keqen me kohë. E kuptova. Po kështu me syt, si jeni me syt? Gjam jam dhe me syt. Me syt, me veshët, si? Edhe me veshët, shiko, nga ana e djathtë dëgjoj gjam fare. Nga e majta kam një nga ato kështu, kufjet që më ka blerë djalli për të dëgjuar më mirë. Po mirë jam, mirë. E kuptoj. Më falë, mund t'i shoh pak duar që tu dhe? Jo, mirë, më regu jeni. Problem tjetër nuk kam të bëftë nëna, jam e ve. Nuk keni asnjë lloj problemi tjetër. Po duhet të kem pa tjetër problem. Po jam ore birë, me aromat nuk jam mirë, nuk i ndjej edhe hera herës harroj. Po kjo është problem, nëna? është problem kjo pjesa e rreze, sepse tjetri të bën porosin dhe ti harron çka ke porositur, i çon tjetër për tjetër ose si çon fare, më kupton? Të merr vesh nëna. Nuk mban mend çmimet. E marr vesh. Po për banak. Ka vend të lirë, vi banakere nëna. Jo pra nëna, jo, se nuk e bën dot, se ti harron. Edhe kamarieri do t'japi porosin dhe ti do harrosh. E marr vesh, e mirë. Mirë, more djalë, s'ka problem, nuk më nxitet nëna. Kështu ta lëm. E mirë. More, për çfarë erdha unë këtu? Për një kafe. Po, ku është ky kamarieri, ta paguajmë, t'i japim lekët. Ashtu si që pat pak javë më parë, ku për para s'pak kishim të malin Gjergj Kastrios Skënderbeu, do të vazhdojnë për para drejtësisë të jenë figura të mëdha. A i sotmi është i madhi Alipash Tepelena, për para s'pak. Koka në Stambol e trupi në Janin, ndërsa gjyqin ja bëjmë sot këtu ne në SPAK në Alpazar. E ndjekim. Dashur kolege, sot kemi një dosje që do të paktën 10 vjetë studim. 10 vjetë, por ne nuk kemi kohë dhe do kalojmë vetëm në kallëzimin që është bërë për Alipash Tepelenën. Po, kolegë, kohërat e vështira janë faktikisht dhe ne nuk dim se ku dhe si të orientohemi, në fakt. Tani. E dëgjove për Monikën. Zëre se nuk jetojmë në atë kohë. Leti ja lejmë brezave të arqëm të merë me këto dosje.
Sepse në spak drejtësia vonon, por... Nuk arron. Le të hyja lipash të Pelena. Për jashta. Urdhroni, pasha i nderuar. Duhet të uleni në karrige, pasha, jo aty. Kush jeni ju që më keni thirrur këtë, ha? Si guxoni. Kush ishte ai që ka dhënë këtë urdhër? Pasha i nderuar, me urdhër të sultanit të madh, kemi vendosur të hapim dosje ndër shekujt të udhëheqësve shqiptar. I madhi Skënderbej është në paraburgim tek Alidemi. Dhe ka një gazim, o i madhi pasha. Është anonim në fakt. Është nga Tepelena. Nga Tepelena. Kështu ka qenë që moti. Sa letra anonime vini nga Allah e din. Atëherë pasha, pa humbur kohë, po ju lexoj akuzat. E para, akuzoheni për deklarim të rrem të pasurisë, duke transferuar florin në vende offshore. Shor. Gjësh kjo, shor. Offshore, pasha, offshore. Mos na bëj budallaj këtu, por jepi trego dhe mos na vono. Të kishe qenë në kohën time, do të kisha shkuar në huj, të pisja në hell për gjallë. Në s'di sa ka bërë kjo kështu. Qa u shprifti në Ormovës, e ka shkuar në hell. Akuza nëmër 2, pasha i madh, akuzoheni për grabitje të pasurisë të tjetrit. Pashaj të Delvinës dhe ati të Beratit. Atë të Vlorës po e zëmë në gojë se e bëre krushke dhe i kopute kokën pastaj. 3. Bashkëpunim me rusët, marrëveshje të fshehta. 4. Ke paguar 160.000 franga ari, pasi ke shkuar me një pornostare dhe për t'i mbyllur gojën, sepse ishe në marrëdhënie bashkëshortore, i ke dhënë këtë shumë. Unë pas kam paguar para për femra. Unë kam pasur 100 femra në remin tim. Si e keni e një? Prosina, pasha. E kam pasur një frosina dy në rem. Pastaj, unë kam pasur Vasiliqin. Ti me shoqe 18 vjeç. Po veç ta ish, pasha, sa vjeç ishit? 82. 82? Edhe flije me Vasiliqin? Por në të mosh, pasha, ju nuk keni pasur fuqi të urinonit, jo më të flijit me Vasiliqin. Po të kishe qenë atë ka, nuk të guxoje të flisje. Pasha, mos dil nga tema ju lutem, ç'keni për të thënë për këto akuza dhe të tjerat që do të zbardhen step by step? E po, si të gjithë e di, nuk kam qenë luani e pirit. Unë i kam vënë vetë pasurit e mija dhe nuk kam pasur nevoj t'i fshenë për këto foshinjore që thoni ju. Ju... Për që s'kë përdorni për të ruajtur? Unë përdor një Max Pesa. E po hajde, ma... Avash pasha se në shkrives. Ullu, ti ullu.
Ju, pasha, nuk jeni as shkodran, se kur je shkodran tana i ban, por edhe nga Tepelena edhe humorist. Nese. Atëherë, pasha, deri sa të sqarohet e gjithë dosja, ju do të jeni në parapurgimin në burgun e Bënçës. Dhe me qëra fjala, akuzoni për shpërdorim fondesh në ndërtimin e ujësjelësit të Bënçës, si dhe në ndërtimin e kalasët e Pelenës. Ke shpërdorim fondesh të pashalloku të Janinës për dashnorën tënde Vasiliqin, në ndërtimin e Porto Palermës si dhurat për të. Janë akuzat. Çdo të thot akuz. Çdo të thot akuz? Akuzat janë e gjithë veprimtaria juaj, politike, diplomatike, ushtarake dhe ndërtimit. Këto janë, dhe një letër anonime që ju bën juve fajtor. Këto janë akuzat. Dhe me qëra fjala, pasha, ne këtu jemi në SPAK, edhe qesh mirë, kush qesh i fund. Dhe sa për djenin tuaj, tani po vinë që t'ju shoqërojnë në Bënç. Një shumë mirë. Atëherë, doa 50 kg mjalë gështenje, doa alë vici çdo mëngjes, një herë në muaj transfuzion gjaku, edhe ato të demit çdo drek në tavë. Gjitha këto për çfarë i doni, pasha, për çfarë? Për këtë këtu, edhe çdo darkë, dua nga një vash, jo më shumë se 20 vjeç. O, pasha, por po të ishte burgu kështu, pasha, po shkonim të fusin vetë brenda, pasha. E po, këto janë kushtet e mia. Tani, o i madhi pasha, a doni të kontriboni diçka në zbutjen e akuzave? Si fillim, do të gjeni se që në shtetësi i për kasën? Grekët po bëj miliona nga vizitat e kënë kështjellën time, një anin. Vazhdo të lutem. Kështu mbërritëm edhe në fund të mbrëmjes sot. Me uroj që si gjithmonë të kenë kaluar një mbrëmje sa më të bukur edhe me shumë të qeshura. Unë sigurisht edhe një herë dua t'ju uroj të gjithë besimtarëve ortodoks gëzuar festën e bukur të Pashkës. Gëzuar miq, paçi çdo të mirë, por mbi gjithçka shëndetin. E në këtë momente ne do t'ju tregojmë edhe një kronik ku bëhet fjalë për një shfaqje tonë në Alpazar, fundjavën që kaloi në qytetin e dashur të Vlorës. Pikërisht në teatrin Petro Marko, çdo gjë shkoi për mrekulli, publiku ishte fantastik edhe shumë mikpritës. Ne vërtet që kaluam një shfaqje edhe një mbrëmje për të mos u harruar. Gjithçka ja u tregojmë në pak minuta në këtë kronik. Deri të shtunën e ardhshme ju uroj, kalofshi sa më bukur natën. Vlora me Alpazar. Të shtunën që lan pas, Alpazar shkeli për herë të parë në qytetin e bukur të Vlorës. I ftuar nga drejtuesi i teatrit Petro Marko, zoti Sokol Toto. Interesimi për të takuar artistët e Alpazar nga afër ishte i madh. Kureshtar për të ditur a ka ardhur e gjithë trupa. Për rreth teatrit kafenet ishin plotë për plot dhe ishte kaq bukur të shihej se ata njerëz aty, ndoshta për herë të parë, nuk ishin mbledhur për miting. Biletat ishin shitur në kohë rekord, ajsa na u kërkua për të dhënë shfaqje 2 a më shumë net. Njerëzit në atë qytet kishin kaq shumë nevojë për humor, për të qeshur, për ne. Ishte shumë e bukur. Urojmë të na vi gjithmonë. Kaluam një bazite shumë të bukur. E jashtëzakonshme, shumë e bukur, më në fund një shfaqje për të qeshur në Vlorë. Ishte një e shtunë shumë e këndshme, e bukur. Një natë ndryshe, një natë me humor, një natë me gëzim. Njerëzit kanë nevojë për humor, për gjëra jo shumë të
po themi të mëdha, për gjëra të vogla, të përditshme, e bukur. Na kishte munguar Goni, nisë erdhe, do ta presim prapë. Materialet e përzgjedhura si një buqet humoristike krijuan një atmosferë plot duar trokitje dhe të qeshura në sallë. Eksperienca dhe loja e aktorëve të njohur të humorit, Agron Llakaj, Gjevahir Zeneli dhe Albano Prodani, si dhe aktorëve të tjerë, vajza dhe djem, i dhanë larmi shfaqjes dhe një ritëm për të mos u ndjerë koha fare. Aneja dhe Gjevojica. Vakia. Dy lebrit, debat të rapi, ishin ndër numrat më të pëlqyer. Në mbyllje ndryshe e kësaj mbrëmje humori. Takime dhe fotografi të publikut artëdashës vlonjat në aktorët e trupës. Ishte mbyllja e siparit të kësaj shfaqjeje feste. Kishte edhe nga ata, besnik të Alpazar që kishin ardhur në Vlorë nga shtetet ku jetonin dhe punonin, vetëm për të parë këtë shfaqje. Erika ju erdhët dhe patë Alpazarin në Vlorë. Thash Alpazarin në Vlorë, do me thënë. U kënaqja, ishte shumë bukur. Vlora, në lashije në një qytetarie që e do artin, e do të qeshurën dhe kulturën e vendit tonë. Takimi me publikun në për Shqipëri nuk mbaron këtu. Alpazar do e vazhdoj atë në të gjithë vendin. Radhën e ka, le ta lëm surprizë.